Atëherë është e logjikshme që opozita ta bëjë. Por ne kemi një opozitë e cila nuk mund të merret vesh as me veten, ku ka pretendime pra kështu krejtësisht të pa bazuara edhe që e blokojnë pozicionin, për shembull pretendimi i zotit Abdi Gjiku që flet vetëm për postën e kryeministrit dhe për asgjë tjetër, pra kjo e ndërprer anën tjetër për të kërkuar thotë jo vetëm ne duam kryeministrin, e kështu me radhë nisma e kërkon kryeparlamentarin, edhe këtu duhet 5 kryeministra, 5 kryeparlamentarë që të plotësohen apetitet e gjithëve. Por ajo që është pra fajin e kanë gjithë. Por fajin kryesor, natyrisht që ka vetëvendosje dhe zoti Kurti se e kanë shumicën. Mirë, po ajo çka po shihet tash me këta deputet, me këta lider, është që janë edhe të padijshëm edhe të pamoralshëm. Sepse janë të padijshëm pasi nuk po kanë ide si ta krijojnë shumicën. Ndonë se i kanë numrat aty. Por në anën tjetër janë të pamoralshëm sepse kjo situatë po vazhdon, edhe këta nuk po kanë as brejtje ndërgjegje, as nuk po kanë sens të urgjencës që ta ndryshojnë. Pra, mbahet seanca, nuk ka vota, zoti Dehari thotë shkojmë mas 48 orëve, në rregull del opozita, zoti Abdi Gjiku shkon në Spanjë, zoti Krasniqi nuk e di këtu, zoti Haradinaj me punët e veta, pra ideja është që nuk po ka as një sens të bashkëpunimit edhe të krijimit të një ideje, kjo për mua është krejtësisht e pa kuptim në aspektin e politikës normale. Mirë, dhe për të bërë ky bllokim duhet ndodhë diçka sepse nuk po mund të futemi në afate kushtetuese, në mënyrë që pastaj potencialisht kishte edhe zgjedhje. A besoni që Kosova po shkon drejt zgjedhjeve duke parë këto barikadime, ne ende nuk e pam përgjigjen e Lumir Abdi Gjikut si kryetari i LDK-s, edhe këtu kam një pyetje, ajo duket pak e çuditshme se pothuajse në drek doli letra, pra ka aq shumë kohë që një përgjigje thjesht fundja nuk plasohet, se fundja fundit. Po pikërisht për këtë fola që është e pakuptim si nuk ka një vullnet edhe një dëshirë, një plan, një ide nga opozita që s'paku ta krijojnë një bashkëpunim, s'paku edhe formal, s'paku të takohen, si që ishte ta zënë Vlani dikushëm, që takoheshin herë me një zyre, herë një zyre tjetër, pra s'paku të shihet sikur po lëviz. Këta ekziston përshtypja që as nuk flasin mes vete, pra kur të përfundon kjo seancë 5 minutëshe, kthehen në partitë e tyre respektive. Po nga gjithë ky komoditet, pra ju si po e lexoni komoditetin, ju vetëm pushtetit, po edhe të opozitës, po duket s'ju bëhet vonë. Po, sepse ju po them, ka të bëjmë me çështjen e moralit, pra ka pak edhe moral, nuk e kanë të zhvilluar atë sa duhet këtë sensin e moralit, sensin e përgjegjësisë, sepse nëse vazhdimisht kanë filluar rritjet e çmimeve, sot edhe çdo qytetar ballafaqohet edhe me artikuj esencial, pra me bukë, me vaj, me sheqer, me gjitha ato, me shpenzim, me rrymë, 16% e kështu me radhë, ndërsa në anën tjetër ju i keni këto humoret e zeza, sepse kjo çka po ndodh në parlament, kjo është humor i zi. Pra është një lloj pak qesh, po në anën tjetër edhe është një ndjenjë kështu shumë e trisht me atë çka po ndodh. Pra del populli në votime, e marrin besimin, besueshmërinë edhe në fund 11 herë nga 5 minuta rrogat i marrin me ditjet e kamufluara po ashtu, ndërsa në anën tjetër nuk kanë përgjegjësi. Por këtu janë dy gjëra. E para është, pra kanë problem me moralin. Dyta është leadershipet e partive i kanë me një aspekt i kanë kidnapuar partit, pra i kanë bllokuar partit. Nuk është një grup shumë i vogël që vendos, edhe në vetëvendosje, edhe në LDK, edhe në PDK, edhe në AK, edhe çdo gjë sillet rreth liderit. Po kështu ka qenë gjithmonë, zoti Maxhi. Nëse ju referohemi edhe kaluarës historisë moderne, thënë të drejtën, pothuajse edhe partitë gjithandej botës kështu janë, leadershipi e ka një farë doze më të madhe të vendimarrjes. Po, e kanë Eraldin mirë, po leadershipi e kanë edhe përgjegjësinë. Pra në momentin që
nuk i fiton zgjedhjet, jep dorëheqje dhe më kur nuk merresh me politikë. Në moment që s'ka don mandati, kur nuk ju keni njerëz të qenë që 30 vjet, që 26 vjet në politikë dhe kur për një fjalë nuk mbahen mend. Po këtu çështja është edhe kush e konsideron çka humbje, për shembull LDK-ja thotë jemi rrit 70%, ani pse janë të tretët. Po, tash shiko, në zgjedhjet kosovare askush nuk humb kur. Do të thotë, edhe nëse bine 1%, kanë me thonë kemi mujtë me rani 0%. Nëse bine 0%, kanë me thonë kjo është një shansë e mirë që si sfinksi të ringjallemi, pra nuk ka teori që të marrin përgjegjësi edhe që ta pranojmë fajsin. Por ideja është që tash këtu është po them, është punë morali, është shumica dërmuese këtyre njerëzve që i shohim këtu kanë jetë luksoze, kanë jetë shumë komode, pakrahatsimisht më kualitative se sa qytetarët e thjesht, edhe për fat keq shumica e kanë rrit kualitetin e jetës vetëm kur kanë hyrë në politikë, kur janë bërë deputet, kur janë bërë ministra, shihet edhe nga deklarimi i pasurisë, pra kanë shtëpia luksoze, automobila luksoze kështu me radhë, që me anë të rrogave nuk ka asnjë gjas që t'i bëjnë, pra e kanë një luks, edhe e kanë një luks që nëse qëndrojnë afër liderit, çfarë do të ndodhë, edhe nëse janë në opozit, kur të vinë në pozit do të janë, nëse janë në pozit mund të shpresojnë ndonjë pushtet, pra e kanë mbyll lëvizshmërinë, mobilitetin normal që është brenda partive, i cili bazohet në meritokraci. Po, mirë, në këtë rast, për shembull, tek LDK-ja sot Arben Gashi, që është deputet i LDK-s, tha që